S'ka fjalë më të keqe se kjo në botën tjetër. Pashat madhi Zot, shejtani ka vot në fjalorin e shqiptarit i miri s'bën hajër. Pashat madhi Zot që është një dhe një i vetëm, ka kundërshtu esencën e Kuranit që thot vetëm i miri bën hajër. Por ti se kupton dot se ka ndru trendi, ka zon vend budallallëku, është largu mençuria. Kur vjen errësira dhe ikën drita, ti nga që qut trend errësirën dhe ignorancën, thu s'bo hajër i miri se jetu pa errësirë. Në fakt, i miri është ndritu, ka si bon hajër për ty, se ti je i pa udhëzuar, ti je i pa orientuar. Ti asnjëherë nuk u orientove dhe u kthjellove kush i krijoi qiellin dhe tokën. Ti asnjëherë të paf Zoti me të mirat e ti. Fole, po nuk e dite se kush ta dha të folur. Ti ece në për rrugë dhe shkove në punë, asnjëherë se kuptove kush t'i dha këmbët që ece. Ti ule, shtrihesh, mediton, mendon për jetën, asnjëherë nuk e kuptove kush ta dha mendimin. Ti e përqafove bashortën dhe fëmijët, kurse kuptove kush t'i dhuroi. Ti shef me admirim nën e babë, asnjëherë nuk the Zot faleminderit për të mirat që mi dhe mua dhe prindërve të mi. U ule në tryezë, e mbushje tryezën plot, asnjëherë se kuptove kush ta dha ushqimin dhe pirë. Dhe normal që ti nxorre fjalën pastaj që i miri s'bën hajër. Kur jeni ky Kur'an trendin ton, ne tham vetëm i miri bën hajër, tjerët jo. Dhe ati gjeja këtej tha, mos do ish kam frikë.